Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Në këto pak minuta inshallah do të flasim për rëndësinë e tauhidit, njëshmërisë së Allahut dhe pasojat e mos kujdesjes apo neglizhencës së tij. Së pari duhet të dimë se tauhidi ka kuptimin e njëshmërisë, pra njësimit të Allahut në adhurim, në emra, në cilësi dhe në zotërim. Dhe tauhidi është themeli mbi të cilin ndërtohet Islami. Çdo gjë tjetër në fe vlen vetëm nëse ndërtohet mbi këtë themel, pra mbi tauhid. Asnjë punë e mirë, asnjë fjalë e mirë, asnjë sakrificë e mirë nuk pranohet nga Allahu i lartësuar nëse mungon tauhidi. Kur muslimanët filluan të shpërfillin këtë themel, u hap dera bidatit, shirkut dhe devijimeve. Rënia e parë në çdo shoqëri islame është humbja e njohjes dhe zbatimit plotësisht të tauhidit. Thotë Sheikh Salih Al Fauzan, Allahu e ruajt, në të vërtetë rënia e çdo shkatërimi në tokë është shirku ndaj Allahut, dhe rënia e çdo përmirësimi është tauhidi. Çdo kush që ka lexuar Kur'anin ka vënë re me dhjetra apo dhe qindra ajete që flasin për çështjen e tauhidit dhe të kundërtës së tij që është shirku, për shkak të rëndësisë së madhe që ka ky themel i fesë. Ndërto, Allahu i lartësuar thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëse që të më adhurojnë mua. Në këtë ajet tregohet se qëllimi i krijimit është adhurimi, por thelbi i adhurimit është tauhidi. Mosnjoja ose mos zbatimi i tauhidit është kundërshtim i vetë qëllimit të krijimit. Gjithashtu Allah i lartësuar ka thënë: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Ty dhe atyre para teje u është shpallur, nëse bëni shirk, idhujtari, atëherë veprat e tua do të shkatërrohen dhe do të jesh prej të humburve. Ky ajet kuranor është një paralajmërim i fortë, por edhe i frikshëm, edhe për vetë të dërguarin e Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Askush nuk bën përjashtim nga ky rregull, edhe që është moscënimi i të drejtës më të madhe të Allahut, pra njëshmëria e tij. Çdo kushdo qoftë ai, që devijon nga kjo çështje, do të marrë përsipër dhe do të vuaj pasojat e devijimit të tij. Prandaj Allahu i lartësuar e urdhëron dhe paralajmëron dhe të dërguarin e tij dhe me anë të tij mbar njerëzimin që të mos devijojnë as pak nga çështja e tauhidit, sepse siç thamë më parë, ky është edhe qëllimi i krijimit, i ekzistencës tonë në këtë botë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në plot hadithet e tij tregon për rëndësinë e tauhidit, urdhëron për të, i përgëzon ata besimtar që e adhuruan Allahun me njësim, dhe në të njëjtën kohë u tërheq vërejtjen dhe i kërcënon me dënim të dhëmshëm dhe të përhershëm ata që devijuan në njësimin tauhidin e Allahut të lartësuar. Thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah dakhala al-jannah." Kush vdes duke ditur se nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, do të hyjë në xhennet. Dhe dietarët kanë thënë se fjala duke ditur nënkupton dije, pranim dhe bindje në zemër për domethënien e tauhidit dhe jo vetëm shqiptim të fjalëve. Pra i cili e dëshmon dhe e shpreh njësimin e Allahut të lartësuar
me anë të fjalës La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, e di kuptimin e saj, e pranon domethënien e saj, është i bindur në vërtetësinë që ajo përmban, të tillët i bën dobi thënia e kësaj fjale. Ndërsa i cili mund ta thotë këtë fjalë, por në anën tjetër vazhdon dhe i bën shirk Allahut të lartësuar, duke besuar apo praktikuar forma të ndryshme të besytnive, ai nuk e ka kuptuar themelin e fesë, nuk e ka kuptuar qëllimin e krijimit të tij, nuk e ka mësuar diturinë më të madhe, të drejtën më të madhe të Allahut, për të cilën ekzistojnë qiejt dhe toka dhe që është njësimi i Allahut, tauhidi i tij. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "La tarkabunna sunanan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta idha dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuha." Ju thot do të ndiqni rrugën e atyre që ishin përpara jush, dhe këtu ka për qëllim xifutët dhe të krishterët, pëllëmbë pas pëllëmbë, krah për krah, por edhe nëse ata hyjnë në vrimën e hardhucës, edhe ju do t'i ndiqni duke hyrë në të. Në këtë thënie të tij dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, jo thjesht paralajmëron dhe kërcënon, por i jep dhe një lajm për të ardhmen. Një lajm i cili është i dhëmshëm. Tregon se një pjesë e muslimanëve do të devijojnë edhe në këtë çështje kryesore, dhe që është tauhidi i tij, njëshmëria e Allahut të lartësuar. Do të ndiqni rrugët e atyre që ishin para jush, dhe një pjesë e atyre që pretendojnë se janë musliman, i ndoqën xifutët të krishterët edhe në idhujtarin, paganizmin që i shoqëruan Allahut të lartësuar. Kur ndodh kjo? Kjo ndodh pikërisht kur ne nuk njohim dhe nuk mbrojmë besimin ton. Ndodh kur i afrohemi mendësive të devijuara dhe shtelim tauhidin. Dietarët e Islamit kohë pas kohe kanë thënë, ndërta edhe Ibn Qayyim el-Jauzia, Allahu mëshiroft, tauhidi është detyrimi i parë dhe gjëja e fundit me të cilën njeriu ndahet nga kjo botë. Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka thënë: sa më afër Allahut që të jenë, sa më afër tauhidit që të jenë njerëzit, aq më afër Allahut janë ata. Dhe nga dietarët bashkëkohor, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymini, Allahu mëshiroft, ka thënë: çdo devijim në ummetin islam ka si shkak dobësinë në tauhid, mos njohjen e tij apo mos zbatimin e tij. Dhe nga jeta e përditshme apo nga realiteti, kemi jo pat shembuj të devijimeve edhe midis vetë popujve islam në lidhje me themelin e fesë dhe besimit të tyre islamit. Dhe devijimi në themel, në boshtin e fesë, tregon një dobësi të madhe, sepse nuk kemi të bëjmë me një devijim dytësor, sipërfaqësor, por me një devijim të brendshëm në vetë boshtin e strukturës së fesë. Kështu që do të gjejmë në jo pak vende islame adhurim të varreve, të cilat janë pasojë direkte e mosnjohjes së tauhidit. Pra ekzistenca e këtyre varreve që adhurohen apo bëhet pelegrinazhe në to, adhurime drejtuar të vdekurve në mënyra dhe forma e kohë të ndryshme, tregon se një pjesë e madhe e njerëzve që pretendojnë se janë musliman, akoma nuk kanë njohur thelbin e fesë së tyre, çështjen e parë dhe të fundit të tyre, dhe që e drejtë e madhe Allahut, njëshmëria tauhidi i tij. Besimi në hajmali, në fallxhor dhe magji është përhapur gjithësisht në popullsi. Pse?
sepse mungon dija mbi tauhidin dhe dija mbi shirkun. Kur njerëzit mendojnë se duhet të mbajtur hajmalit, do të mbrohesh nga e keqja dhe do të afrosh të mirën, atëherë akoma nuk kanë kuptuar bindshëm në vetet e tyre se e mira dhe e keqja janë vetëm në dorë të Allahut të lartësuar. Prandaj nuk duhet ta kërkosh këtë gjë vetëse prej tij, as nga vetja jote dhe as nga dikush tjetër prej krijesave, kushdo qoftë ai, i gjallë apo i vdekur. Sado i lavdishëm, i madh të jetë ai si figurë, si personalitet, si afërsi me Zotin e tij, nuk i ka në dorë këtë çështje. Çdo njeri nuk ka në dorë as shpirtin e tij. E si mund të ketë në dorë të ardhmen, fatin, mbrojtjen e dikujt tjetër? Prandaj vetëm Allahu të lartësuar, wa in yamsaska Allahu bidur, fala kashifa lahu illa hu. Nëse Allahu të sjell ndonjë dëm, askush nuk mund ta largojë atë përveç tij. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Atë mëshirë që Allahu e dërgon për njerëzit, askush nuk mund ta pengojë atë. Pra nuk mjafton thjesht ta dim, sepse plot njerëz të cilët besojnë në hajmali, pra mbajnë hajmalit, mbajnë që janë të personifikuara në sende të ndryshme, nëse i pyet, a nuk e ka Allahu të mirën dhe të keqen në dorë? Po, thonë ata. Por nuk e kanë besuar bindshëm këtë gjë, sepse nëse do ta besojnë bindshëm këtë gjë, atëherë nuk do të mbajnë hajmali të tilla. Por mungesa e njohjes së tauhidit, neglizhimi i mësimit të tij, mosnjohja e idhujtarisë, llojeve të saj, i rrezon disa njerëz, jo pak njerëz, në një humner të tillë të paditurisë dhe vetëshkatërimit të tyre. Prandaj, mos kujdesin ndaj tauhidit është rrënja e shkatërimit të çdo brezi musliman. Njerëzit nuk devijuan nga sunneti sepse donin të ishin armiq të Allahut. Pra njerëzit nuk janë larguar nga tauhidi, nga feja, sepse duan të jenë kundërshtar të Allahut. Dhe këtu me largim kemi për qëllim devijimet apo ato forma adhurimi që ata bëjnë, të cilat janë të kundërta me mesazhin islam. Nuk e bëjnë të gjë sepse duan të tërheqin pas vetes zemërimin e Allahut dhe ndëshkimin e tij, sepse duan të largohen prej tij, sepse duan të jenë armiq të tij. Jo, askush nuk e bën këtë gjë me një nijet dhe qëllim të tillë. Por sepse nuk e mësuan tauhidin siç duhej, nuk e njohën akoma fen e tyre siç duhej, mesazhin, thelbin, kryefjalën e Kur'anit, që është njëshmëria e Allahut, kryefjalën e mesazhit të gjithë profetëve, nga i pari deri i fundit i tyre, që është tauhidi, njëshmëria e Allahut. Ndaj, çdo imam, çdo prind, çdo hoxh, çdo predikues dhe thirrës duhet të fillojnë nga kjo pikë. Mësoni tauhidin, mësoni domethënien e la ilaha illallah dhe mos lejoni asnjë gjenerat, asnjë brez të rritet pa të. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.